A dini që në Gjermani Austrian dhe Behörde e ka të obligueshme me ligj që pas 3 muajve të merr një vendim për t'i dhënë juve një përgjigje në qoftë se keni apliku për lejeqëndrim të përhershëm apo çfarë do lloj lejeqëndrimi apo shtetësi gjermane kështu me radhë. Por çka ndodh, shumica prej neve nuk e dinë një gjë të tillë dhe i lëm thjesht sa dojnë ata. Por ju të cilët e keni ndonjë rast që i keni dokumentat e kompletuara dhe keni aplikuar dhe po ja vanojnë për shembull që 6-7 muaj e merrni një avokat. Edhe me avokat e bëni një ankesë, 100% fitohet pro gjyqi. Se me ligj mas 90 ditë pra që i bien 3 muaj nuk ka çare pa e marrë një vendim dhe me ia dhënë një përgjigje, ose po ose jo. Por unë çdo herë po ju them juve të cilëve jeni me dokumentacion të rregullt, i keni pas dokumentat e kompletuara dhe ju vanohet pro lënda më shumë se 3 muaj, edhe ju duhet patjetër pro një përgjigje, atëherë lirisht angazhoni një avokat, bëni një padi, pro edhe do ta fitoni rastin 100% vllazën e motra. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhamet Bajrami Mehmeti, kaloni sa më mirë.